Dashuri është gënjur për shembull? Po zhgënjimi i parë që vjen i një njeriu në jetë është zhgënjimi që dashuria perfekte që ne imagjinojmë fëmijë nuk ekziston. Po si e përjeton një shkodran dashnin? Unë them që një shkodran kur dën përjetësisht, dën me gjithë zemër dhe dën pa kushte. Po me dasht pa kushte nuk do të thënë me dasht pa prit diçka mbrapsh. Me dasht pa kushte është me lënë zemrën në tavolinë, pra me besu dhe ndrysh në mendimin tim nuk ndërtohet dashnia, po nuk pat besim. Beson ti tek jetuan të lumtur përgjithmonë, tek dashuria e përjetshme? Sigurisht që dashnia transformohet, por unë besoj te dashnia e përjetshme. E ke takuar ti gjatë jetës dashurinë e vërtet jetës tënde dhe ke thënë që vetëm një është ajo, dashuria e jetës time. Po disa herë që shpreh dashurisë të parë, ka null që më thanë që kjo është dashnia e jetës time, sepse për aq sa ke ditë, për aq sa ke një, ajo ka qenë dashnia e jetës dhe ajo ekziston përjetësisht, sepse për atë kohë ka qenë e përjetshme, koha është shumë relative. Në atë moment ajo dashni ekziston përjetësisht dhe vazhdon në atë kohë me ekzistu përjetësisht. Mandej në ndjenjat tona transformohen, kajherë dashnia nuk mjafton. Cila është diferenca për ty tet e asaj vajze që t'i e quan dashnia e jetës time dhe asaj që e quan gruaja e jetës time? Qëllimi i njeriut është që dashnia e jetës time më kthy gruaja jeme. Pra gruaja jeme duhet me kenë dashnia e jetës time. Unë kur nuk e kam bërë diferencën mes këtyre dyave. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.